Jemi ende në kushtet që më shumë se gjysmën e shpenzimeve shqiptarët e bëjnë nga xhepi i tyre. E rëndësishme është të ngjallin shpresën tek njerëzit. Ka status pa pranga? Më rëndësishme është se kush i vë prangat, kush i tund prangat, kush i propagandon prangat. Pra po marrim ligje nga Europa, po nuk po marrim zbatueshmërinë dhe kulturën e zbatueshmërisë. Është një vendim i marrë me logjikën e real politikës. Brukseli ka votuar me logjikën e Stefan Fyrit që pi raki me Nikoliçi, po, jam dakord. As ka pasur dhe as ka dhe as duhet të ketë Shqipëri të madhe. Duhet të ketë një Shqipëri të vërtetë. Ktu është prezenca e shtetit që vjet në këtë pyetje. Ndërtimi sot ka sipërfaqe të mëdha të pashitur. Po çmimet pse nuk e ulën? Për çdo reformë të arsimit në çdo vend botë, themra e akivit është financimi. Gjithmonë të kujtoj historinë time. Kur njeriu jeton historinë e vet, unë besoj që gjithmonë i vërtetë dhe bën atë që duhet. Për ta përmbyllur një herë mirë luftën e ftoftë civile në Shqipëri. Kjo është një marrëdhënie e cila kërkon kthjellësi. Majoranca në çdo vendim do të jetë e kujdesshme. Demokraci nuk do të thotë më që merr votën dhe harron votuesin. Lufta me korrupsionin do të jetë e përditshme. Është vetëm një studio që ka mbetur, në cilën nuk ke frikë se ndihesh e agresuar.